Të shtunën në Prizren, lëvizja vetëvendosje e qendra në Prizren organizoi tupim me gra e vajza të Prizrenit, ku morën pjesë Albulena Haxhiu, ushtruesja e presidentes së Republikës së Kosovës, Saranda Bogujevci, ministre e Kulturës dhe Turizmit, si dhe kandidatët për deputet Arber Rexhaj, Nora Arapi, zëvendës ministre dhe kandidate dhe Mytaher Haskuka. Në këtë rast bisedimet kanë qenë të ngrohta dhe me shumë mesazhe u dha nga ana e tyre që ishin prezent. Sot e kemi nisë ditën me një takim të Këshillit të Përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje dhe ishte një tubim shumë frymëzues edhe na dha edhe më shumë forcë për të vazhduar me aktivitetet gjatë këtyre ditëve që na kanë mbetë deri më 7 qershor. Ne po futemi në një proces zgjedhor që është i imponuar për faktin se nuk ka pas nevojë Kosova që pas zgjedhjeve që i kishim në dhjetorin e vitit kaluar, ta ketë edhe një tjetër proces zgjedhor. Por po duket hapur që bllokut opozitar po i pengon ai rezultat zgjedhor. Edhe me gjithçka kanë, çka dinë, çka munden, u përpoqën pra që me pamundësi që Kosova të ketë një president me mandat 5 vjeçar. Nuk ka pas asnjë nevojë që unë ta ushtroj këtë detyrë. Kuvendi i Kosovës më ka mbështetur që të jem kryetare e kuvendit, por është dashur që të bëhemi bashkë që ta zgjedhim presidentin me mandat 5 vjeçar. Vendosje në vazhdimsi e ka dëshmuar që është për qytetarin, është për Republikën, është në interes të njerëzve tonë, sidomos në raport me gratë dhe vajzat, politika tona, në çdo aspekt i kanë prek gratë edhe vajzat. Edhe fuqizimin e tyre është një pjesë tepër e rëndësishme. Po të njëjtën kohë, ajo që është interesante në raport me votuesit e vetëvendosjes është që gratë kanë bërë ndryshimin në fitoret e vetëvendosjes. Kështu që ju jemi mirënjohës për gjithë punën e angazhimin, se ju jeni ato që bëni punën më të madhe, po që ju shihet më së pari në fakt. Është interesante në Prizren me 51%, që është rezultati ta themi më i miri që ka mundur pra ta arrit lëvizja vetëvendosje. Shto këtu që 8% e qytetarëve janë të komuniteteve, që nëse e përkthejmë këtë në rezultat të përgjithshëm, i bie që ende më shumë shkon rezultati i thellë. Dhe natyrisht kjo vjen si punë e angazhim, mendoj më shumë i grave, i vajzave tona të cilat e kanë sjellë këtë fitore, sepse ju gjithmonë keni qenë promotore e aktiviteteve edhe organizimeve në terren, gjatë për cilën unë sinqerisht me gjithë zemër ju falenderoj. Unë me të vërtetë jam mirënjohëse për kohën që keni ndarë për të qenë sot me ne, nga se e di dhe e bashkëndjes barën e gruas sot dhe punët dhe angazhimet që i ka. Gruaja sot është kujdestare e shtëpisë, e familjes, e fëmijëve, e të gjithëve, por njëkohësisht edhe është profesioniste dhe punëtore e zellshme në punën që e kryen. Bara e gruas sot është rrit përkundër faktit që janë rrit edhe të drejtat e gruas. Prandaj me të vërtet ju falenderoj dhe ju vlerësoj që sot e keni ndarë kohën dhe të jeni sot me ne. E kam nderin të jem zëvendës ministre e saj dhe të punoj bashkë me të cilat kanë treguar që me përkushtim, dashni mund të arrihet të kryen punë të rëndësishme dhe të gratë jenë në pozita udhëhecëse të vendit. Unë mendoj që edhe mas 7 qershorit qytetarët do t'japin përgjigjen e dur kësaj opozite, e cila me të vërtet nuk është opozit, po është një farë blok opozitar, i cili mundohet me bloku zhvillimin e Kosovës. Këta kur nuk kanë interesin e qytetarëve para vetit, po gjithmonë kanë interesin e klikave, pronarëve të bizneseve të mëdha, oligarkëve, edhe para se gjithashtu familjeve të tyre edhe njerëzve të cilët i kanë afër. Edhe kishin pas interesin e qytetarëve me rëndësi, ata do të kishin zgjedhur njërin nga opsionet që na i kena ofruar për president,
edhe kishin mujt me pas një presidente apartijake, unifikuese, e kishin mujt me zgjell, me propozu 3 kandidat për president edhe na ju ofrum në shkrime, ju ofrum edhe me votu, po s'deshme. Punto këtij takimi të ngrohtë të pranishmit falenderuan të gjithë gratë dhe vajzat për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e jashtëzakonshme për lëvizjen vetëvendosje dhe sidomos për kandidatët. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.